Në kohën kur në terenet sportive në vendin tonë gjithnjë e më shumë kanë filluar të shfaqen thirrje në baza nacionale, një gest i një djaloshi nga Kumanova riktheu besimin se megjithatë sporti bashkon e nuk i nda njerëzit. Në një ndeshje me bashkëmoshatarët e tij, djaloshi David Dokmanović nga fshati Umindoll i Kumanovës, pasi shënoi gol, ngriti bluzën dhe bëri një dedikim për Agan Asanin nga Çerkezi i Kumanovës, i cili tragjikisht humbi jetën. Open TV nga Kumanova dhe gazetari Reshat Ibrahimi kishin gjetur djaloshin që bëri bujë në opinionin sportiv në vend. Davidi thot se ideja e dedikimit ka qenë e tij, pa asnjë ndërhyrje. До е ова идеја дека па некој ден тој некој го удри со си бил со тридент, некој го удри со автомобил. И сакам да го почнам тоа гол дека не е битно за националноста, него због другарството. Por ky rrëfim i bukur sportiv nuk u ndal me kaq. Familja e Agan Asanit nga Çerkezi i Kumanovës vizitoi djaloshin nga fshati Umindoll. I adhuruan topin e futbollit me të cilin kishte luajtur Agani në shtëpi. Një takim që preku zemrat e të gjithëve. David, ova je topkата на Аган, дома што вежбаше. Ние се одлучивме ова топка на тебе да ти ја подаруваме. Какъв е гол, да, то не викам ное. И изтръчи само дигна майцела. Те сега ми публика от овия дел, кажи го не в тим. Shënoi gol të tillë saqë edhe Noeri të ishte në gol nuk do ta mbronte. Vrapoi dhe e çoi bluzën lart. Ndesha përfundoi, u mblodhëm te trajneri dhe unë e pyeta: "Bir, çfarë shkruan aty?" Tha, golin ia kushtoi Aganit. Ky postim në Open TV ka marrë 6500 pëlqime, është shpërndar 305 herë dhe ka tubuar 350 komente. Pa marrë parasysh përkatësinë etnike, në komentet dominojnë mesazhet se njerëzit e veçanërisht fëmijët nuk vuajnë nga stereotipet nacionaliste, duke i ambeshur fajin politikës e politikanëve për nxitje të urrëqeve në baza nacionale. Përfund, në këtë kontekst, vlen të përmendet se edhe klubi i futbollit Pelisteri në ndeshjen e balotazhit për ligë të parë kundër Shkëndijës së Araçinës në Kavadar, para nisjes së takimit, futbollistët dolën me bluza me shirita të zinj e me mbishkrimin "Prehu në paqe, Agan".